Shikues Star News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa qendrore dhe Alpet përfshihen nga rreshje të dhëndura dëbore dhe temperatura të ulta. Britania e Madhe dhe Juglindja e Europës paraqitet me rreshje shiu dhe stuhi të forta ere. Ndërkohë pjesa e Ballkanit paraqitet me rreshje të pakta shiu e dëbore, ndërsa Gadishulli Iberik dhe pjesa Europës lindore do të mbeten me mot të qëndrueshëm. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja paraqitet me kthjellime dhe vranësira më të theksuara këto në veri të vendit dhe në veri lindje, ndërsa pasditja sjell rrebeshje shiu në të gjithë vendin dhe dëbor në zonat e thella malore. Temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 17 gradë Celsius. Era fryn jugore mbi 65 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 5 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Stuhitë ciklonare në jug-perëndim të Europës sjellin shira intensive dhe era të fuqishme në Portugali dhe Spanjë, ndërkohë pjesa e Ballkanit dhe brigjet e Egeut mbeten me vranësira dhe rreshje shiu. Ndërsa pjesa tjetër e Europës lindore dhe pjesa më e madhe Gadishullit Apenin paraqiten me mot të kthjellët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, deri në pasdite priten vranësira dhe rreshje të pakta, kryesisht këto në veri perëndim të vendit dhe jug perëndim, ndërsa pasditja sjell përmirësim kryesisht në veri të vendit edhe në qendër, ndërsa pjesa e jugut do të mbetet me rreshje. Temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn veri perëndimore me një shpejtësi 60 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 4 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin.